Mirëmëngjesi të gjithëve, mirë se vini në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot në rubrikën e të ftuarit të ditës kam kënaqësinë të kem një nga aktorët më të mirë të teatrit Migjeni, një talent i ri shumë i mirë që Shkodra është krenare për të. Kam të ftuar Fritz Selmanin. Mirëmëngjesi. Nadia, mirë, faleminderit për ftesën dhe për fjalët. Që të gjitha i meriton. E bukur, faleminderit shumë. Fritz, mund të më tregosh pak si ka lindur dëshira jote për aktrimin? Po, e kam thënë edhe më përpara, unë ndoshta jam rrit në një familje ku aktrimi ka qenë prezent, humori ka qenë prezent, muzika ka qenë prezente. Dhe të rrit në një ambient të tillë, natyrisht që edhe vetë lind dëshira për pse jo, me provu, me bë diçka. Unë kam provu edhe mira një instrumentit apo me bë edhe diçka tjetër, por ama tek aktrimi duket sikur më ka ecë më mirë dhe e kam vazhduar mandej edhe nivele tjera. Kjo është pak a shumë, për mira për shkurt. E kujton momentin e parë që e ngjitur në skenë? Po, ka qenë në një festival fëmijësh, nuk e di cili vit, me më fal, por ka qenë në një festival fëmijësh ku unë isha në një moment dhe kisha me bë humor. Atë moment e kujtoj shumë mirë, se është edhe dalja jeme e parë në teatrin Migjeni, se ma përpara kam marrë pjesë në qendrën kulturore të fëmijëve, po kena bë shfaqje të vogla të qendra aty, kurse këtë radhë ishte në teatr. Por si fëmijë, normalisht që fëmija nuk e njeh shumë emocionin, frikën për gabim dhe futet. Edhe ashtu kam qenë edhe unë. Fëmijë që thjesht e kam bë, ka qenë një skeç i vogël shumë i bukur, shumë interesant dhe kishte goxha sukses. Ndoshta edhe për faktin që edhe ne ishim fëmijë, se duhet me e pa këtë punë, nuk është se ne ishim Marlon Brando, se veç e ishim, po megjithatë publiku na priti mirë dhe ajo skenë e teatrit, me thënë drejtën, po të hypsh i herë dhe të bash diçka dhe publiku të përgjigjet në mënyrë pozitive, aty mandej fillon të rritet pasioni, të bëhet si smundje, edhe që nuk mundesh me u nda më mandej. Dhe kështu vazhdoi edhe karriera jeme me tutje, deri sot që po mbajnë 6 vite, jo po mbajnë, janë bërë 6 vite, që punoj si profesionist teatr. E mban mend daljen tënde të parë si profesionist? Po, ka qenë në vitin 2019, kjo është edhe shfaqja që ndoshta i shtyvi edhe tjerë për që unë të punësohesha. Ishte Kumargjiu, me regji të Michele Modesto Casarin, një shfaqje shumë e bukur, e cila kishte shumë sukses. Unë kisha rolin e Beatrices. Beatricia ishte një mashkull i kthyr në femën, pra ishte një transvestit. Ky ishte roli im i parë si profesionist. Edhe miqve e tjerëve me humor i tham që roli im i parë ka qenë femën. Por ai ishte një ugur i mirë edhe për rolet e tjera dhe aty vazhdoi mandej edhe me shfaqje tjera. Mund më përmendësh ndonjë rol që ka lënë mbresa të veçanta tek ti? Unë mendoj se çdo rol ka të lënë shenjën e vet në jetën tonë artistike, sepse një rol përkthehet me muj tona përgatitje, muj tona bashkëjetesë me personazhin, sepse një personazh është i ndryshëm nga tjetri, pra një personazh flet ndryshe, ec ndryshe, mendon ndryshe nga personazhi që kemë bë. Dhe kjo e bën kaq magjik këtë profesion, jo vetëm për spektatorin, por edhe për ne aktorët. Dhe mendoj që çdo rol ka lënë shenjën e vet në karrierën time, por unë mund të veçoj rolin e Angelit, sepse është një rol që më ka shpërfaq shumë, dhe është një shfaqje, po them shfaqja në tërësi, është besoj shfaqja më suksesshme e viteve të fundit, e cila do të vazhdoj me një tur në Itali edhe në nëntor, jemi në një festival, dhe në dhjetor do vazhdojmë në disa qytete të Italisë. Ti përmende që rolet janë të gjitha të bukura, po ndonjë rol që e ke që
thua nuk dua ta bëj më këtë rol, e kam bërë një herë dhe kam bërë gabim. A ka? Jo, e kam bërë një herë dhe kam bërë gabim, sepse nuk mund ta quaj gabim, nëse të një rol ti nuk ke dalë për shembull aq mirë se sa e ke menduar, nuk është gabim, thjesht nuk ndihesh komod. Po, është një tendencë ose një tentativë që ti nuk e ke qenë deri në fund. Ndoshta nuk e bëj më këtë rol, nuk e kam thënë, por ama për një rol që mund të kisha bërë edhe më shumë këtë po. Cili mund të jetë? Më falni se nuk ka problem. Periudhë gripit. Ka disa role, për shembull, të një shfaqjeja e Krimi është i imi, për shembull, me regjitë të Driatet e Vrishit, unë kisha 2 personazhe, shumë bukra, shumë interesante, kisha binjak me lujt. Ajo u pëlqy shumë nga publiku, u pëlqy jashtëzakonisht shumë, por ama në vetvete e ndjej që mund të kisha bërë edhe më shumë. Pra, kjo është ndjesia jeme, nuk e di më se sa mund të kisha bërë, por të e pa prej jashtë dhe të e menue, të e perceptu, mendoj që mund të kisha bërë dhe më shumë po. Ti përmendë më përpara teatrin Migjeni. Sa të lidhur janë aktorët me teatrin? Si e keti si ndjesi lidhjen me teatrin? Në vijë ajrore, tash po ta marrim nga jashtë. Në vijë ajrore, shtëpia jeme me teatrin është diku te 700-800 metër. Pra, kjo është lidhja e parë. Prandaj, siç ta thash edhe në fillim, aty një herë me dal, mandej aty fillon ke ndjesi të reja. Vetëm po të hypsh në atë skenë e kupton rëndësinë e saj. Kur publiku të duart roket një njeriu më i lumtur dhe më i pasur për momentin në botë, pa çka që jo i pasur monetarisht, kjo në fakt është një problem, por ne vazhdojmë, dashuria për teatrin besoj edhe me kolegë tjerë, sepse tashma ne jena si një familje e vogël, po shumë e madhe, cilë të shkëmbejmë idena, po në qofë se ti nuk ke dashuri, nuk e mendon hiç, nuk shkëmben as ide, pra ne jemi gjatë gjithë kohës në shkëmbime idesh, qa mund të bëjmë ma mirë, qa mund të bëjmë ma pak, qa mund të bëjmë ma shumë. Ke mund të thrasim si regjizor, ke a ban këtë punë edhe magjike, sepse në fundit jenë provim të ankohen. Si është publiku i Shkodrës në krahasim me publikun jashtë vendit? Ti ke bërë shumë role edhe jashtë dhe ti di më mirë të na krahasosh publikun shkodran me ato të një skene tjetër. Unë mund të them se publiku i Shkodrës është jashtëzakonisht shumë dashamirës në radhë parë, por sa është dashamirës është edhe kritik, po jo kritik në sensin e kritikës me të kritiku, por kritik që kur nuk i pëlqen diçka ka rezervat e veta pra. Ndryshe nga qytetet e tjera kur ti nuk është, du me thonë diçka, me publikun e Shkodrës jena ma shumë të lidhun, sepse ne jetojmë këtu, kena lindë këtu, jena rritë këtu, i takojmë në rrugë, i takojmë kafene, shkëmbejmë në i batut, shkëmbejmë në i fjallë, pra nuk është se jena njerëz që lujmë aty dhe ikim. Ndryshe nga qytetet e tjera, pra ne e thëmë këtë gjë. Kurse qytetet tjera, më ndryshon, në Tiranë është ndryshe, në Korçë është ndryshe, jashtë shtetit është komplet ndryshe, pra. Por kjo veçori që ka publiku shkodran, ne na bën më rrit shumë. Sepse janë publik shumë inteligent. Jashtëzakonisht inteligent. Ndikon thua dhe pjesa që Shkodra shumë e lidhur me artin dhe me kulturën? Po patjetër. Jetojmë në një qytet që është shumë i lidhur historikisht, nuk jam unë që e tham, po është historia që e thot, me artin, me kulturën, me sportin, pra janë gjana që në Shkodër janë ndoshta gjaja ma rëndësishme. Se çdo shkodran kur ik në një qytet tjetër e thot me krenari që unë jam prej Shkodrës. Sepse ka histori të jashtëzakonshme. Mund të më thuash ndonjë moment të veçantë, për shembull se si të ka pritur publiku? Do me thënë një moment që ishte më i sikletshmi, po dhe më i bukur njëkohësisht. Me shfaqen vizita. Me shfaqen vizita,
ne shkum Tiranë, në festivalin mbarkombëtar të teatrove dhe fitum çmimin Shfaqja më mirë. Pra fitum me çmimin e parë. Pasi fitum me çmimin, ne u rikthym në Shkodër dhe normalisht lajmi u bë i madh, sepse erdhi në Shkodër Shfaqja fituese. Dhe u rikthy në Teatrin Migjeni. Natën e parë ka qenë data 2 ose 3 dhjetor. Nata parë, e para unë isha të ungëri, dhe e dyta, atë natë na kanë ikë dritat plot 7 herë gjatë shfaqjes. Wow. Dhe publiku, tana herë që ikshin dritat, neznin blicat dhe na nëriqonin ne. Dhe ajo ka qenë nata që ndoshta ajo shfaqje ka pas suksesin më të madh tek publiku dhe mirënjohjen më të madhe prej publikut, sepse ne ashtu si ishim e çuam shfaqjen deri në fund dhe u munduam prap që për mesazhin e shfaqjes me e çu deri në fund. Gjatë shfaqjes kam pas një siklet të jashtëzakonshëm, sepse t'iknin 7 herë dritat, plus që ajo është një shfaqje që ka muzikën e ka personazh në vedi, dhe është shumë e varur për muzikë dhe disa momente janë bërë pa muzikë. Dhe kjo ka qenë për mu një natë që unë nuk do ta harroj kurrë. Diçka shumë e bukur. Po një moment të sikletshëm në skenë, mund të na veçosh? Moment të sikletshëm. Nuk para kam pas momente sikletshëm, më thënë drejtën. Ka qenë vetëm një moment të shfaqja Kumargjiu, që unë kam pas taka 16 se s'ditesh se si mirë, 15 që kanë qenë, taka kaq. Taka të larta. Mu thuj njëna. U detyrova me njënë tokë me esë me njënë me majtë gishtave. Dhe që dolla për s'ke. Kjo është një moment që... E buri Republiku këtë një? Ja, se e ca mrapsht që mas me mpa. Por nuk para kam pas shumë momente cikletshme deri tash. Do të shohim në të ardhmen, po për momentin ja. Si është një mëngjes tipik për një artist si ti? Mëngjesi është normal, qohem nade, jo shumë herët, thënë, ora 9:30. Qofse të rami thonë herët... Unë themi nga ora 6. Ja, në 6 nuk qohem kur. Vetëm sot është zgjuar herët. Po, sot po, pa tjetër. Qohem nade, qofse mami ashtë në punë, kam përball gjyshen 91 vjeqe, e cila i din tekstet besoj më mirë se unë. Ka një fuqi tjerëzakonshme, pra edhe ditën e filloj me atë lloj optimizmit. Pastaj dal o shkojnë teatr, kur kena shfaqje, kur kena prova. Kjo është jeta jonë më shumë. Me thonë drejtën më shumë kalojmë kohë në teatr se sa në shtëpi tonë. Kjo është pak po e sigurt. Kjo është jeta në fakt e gjithë, nuk është se unë po në teatr dhe kam jetën ndryshe. Isoj është, e njëjta. Si të gjithë dhe ne. Kush është për ty mbështetja më e madhe? Mbështetja më e madhe patjetër që është familja dhe njerëz që njohin dhe që më dojnë i kam dash pas një lloj interesit dhe as një lloj kushtit, patjetër. A ke ndonjë aktor që ti e sheh si idhull? Aktor që shqiptar ose të huaj? Patjetër, unë mendoj që aktorët e vjetër të teatrit, patjetër që janë idhujt. Unë kam pas shumë emocione kur më ka qellu mi taku për herë të parë. Kam pas shumë emocione. Jashtëzakonisht nuk ishe vetvetja ata momente, isha si i ngrim. Po patjetër që ata janë idhujt, jo vetëm të mit, po janë idhujt edhe të qytetarëve, pra mezi presin mu taku me bëj foto. Ka aktor edhe në teatro tjera, në teatr kombëtar, aktorë të mëdhej në filma, si Nrek Luca, Kim Qiriaqi, këta gjigandat, Bepshi Roka, këta janë perlat të kinematografisë dhe teatrit shqiptar. Patjetër që
pa tjetër që ne I shohim prap me knaci, dashamirësi, dashuri dhe me shpresën dhe me dëshiren që lumë Shkodra që I ka pas dhe lumë ne që I kena shiju. Po. Së fundmi dua nga ti një thirrje për të gjithë të rinjt që duan të merren me aktrim. Të rinjt që duan të merren me aktrim në radhë parë do t'i thosha që ky është një profesion shumë I vështirë, nuk është një profesion hiq I lehtë. Si nga ana e komedisë, si nga drama, kanë vështirësinë e vet. Jo gjithçka arrihet me 1 muaj, me 2 muaj apo me 3 muaj. Pra, ky është një profesion që ty roli I jetës mund vinë edhe 50 vjeç. Pra kur nuk I dihet. Nuk është si sporti që është shumë I shkurt dhe duhet se s'ban o me shkëlqy në një moshë të re ose fare. Pa tjetër që talenti duhet me kenë, pa tjetër që është një shkollë e cila ka një komision, ka pedagog në rumë që ta shohin talentin tanë, dhe atë talent pa tjetër duhet me ushqy, me punë, me pasion, me lexim, kjo është thirrja që I bëjmë të rive, mandej mundësinat do të fillojnë me ardhë, por unë mendoj që përgjigja ema që ta marrin hap pas hapit, pra mas fluturojnë fill për me shku me kap 10-ën pa fillu të 1-shit, të 2-shit, të 3-shit. Se ti mund ta kapsh 10-ën, po a din sa shpejt bjen poshtë, mandej, po si bane të në hapat, po si mësove të në numrat, po mësove vetëm 10-ën, normalisht, që din vetëm 10-ën. Kush vjen para ose pas 10, nuk e din. Kështu që duhet me mësu prej të 1-shit, 2-shit, 3-shit, 4-shit. Dhe mendoj që në çdo profesion duhet me kenë e tillë, duhet me mësu bazat ABC-n një herë. Që me kenë sa ma cilësor edhe tek publiku patjetër. Sepse kena edhe për detyrë edhe me eduku me anë të mesazheve rinin. Një thirrje shumë e bukur për të gjithë të rinjt të mëngjes. Faleminderit shumë që ishe me mua. Faleminderit si ju. Ishte një bisedë dhe një intervistë shumë e këndshme për mua. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit si ju dhe suksese. Faleminderit të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këto momente. Takimi radhës nesër në Star Plus Televizion në të njëjtën orë.